Ish presidenti rus Dmitri Medvedev ka lëshuar kërcënime të drejt për drejta ndaj vendeve europiane, duke paralajmëruar se fabrikat që prodhojnë dron për Ukrainën mund të jenë objektivi i sulmeve ruse. Deklarata vjen pasi Ministria Ruse e Mbrojtjes publikoi një listë me adresa të objekteve në Europë që prodhojnë ose mbështesin prodhimin e dronëve për Kievin. Medvedev ironizoi partnerët europian duke u uruar natën e mirë pas publikimit të këtyre të dhënave. Ndërkohë, Ukraina vijon të mbështes fuqishëm teknologjinë e dronëve në luftën kundër Rusisë, por përballet me mungesë burimesh financiare për të rritur prodhimin në shkallë të gjerë. Presidenti Ukraina Zelenski ka kërkuar nga vendet europiane të vazhdojnë financimin për blerjen e armëve, veçanërisht sistemeve të mbrojtjes ajrore si Patriot që përdoren për të neutralizuar raketat ruse. Paralelisht, Kievi po nxit marrëveshje për prodhim të përbashkët të armëve me vendet partnere dhe i ka bërtirë Bashkimit Evropian të përshpejtojë disbursimin e një pakete financiare prej 90 miliard eurosh. Nga ana tjetër, Ministria Ruse e Mbrojtjes paralajmëroi se rritja e prodhimit të dronëve për Ukrainën nga vendet europiane përbën përshkallëzim të situatës dhe mund të sjellë pasoja të paparashikueshme.